ideja jam është që nuk din me qeverisë, për ndryshe e kishë majtë, edhe është përmbysje logjikës, arez, do më thonë, për 2008-ës, çdo parti politike që ka fitu shumicën, do thonë, ka qenë instinkt politik, mu ullë me kërejt partit politike me gjithë kompromis për president. Këta që për thoni Zoti Bajrami kjo për edhe nuk ka pas asnjë përpjekje. Asnjë përpjekje. 51% të qytetarëve që ja kanë besu votin Albin Kurtit nuk din me votu pra. Jo, Zoti Bethy që pa ata 51% nuk e kanë votu për me sjell kriza në ndërum. Po dëgjom. Apo mendon që ata ja kanë qitë vote për me prodhu kriza, po. Ai kemi pas me non shkurt 50.2%. Po. Kemi arë në zgjedhjet e arshme në 42%. Po du me citu Albin Kurti, se po më vjen marë me citu, që ka thonë për që 51% shën në herë kur i fitoj shëntirë që a thë kjo po, qytetar, gjemani qytetar Kosovës që ka votu Albin Kurtin, me paramendim që aj me quganin krizë të nëshqedhje. A ke votu Albin Kurtin të, zotë të që? A njën ajkon që ka votu? A njën ajkon që ka votu? Një shumë, 51%. A mund është vlla me pyt, a ke votu Albin Kurti për me kriju krizë edhe për me shkun zgjedhje prap? A ke votu për me pas shëndetësi më të mirë, arsim më të mirë, marrëdhënie me Amerikën më të mirë? Për çka kanë votu njerëzit? Tripol zgjedhje, tripol herë, nuk mundën me gabu qytetarë, po e fyll qytetarin e Kosovës, kur thu se nuk din një kryeministër i një vendi me 51% me qeverisë, ti po e fyll qytetarin e Kosovës, o Zoti Bajrami. Po e fyll. Ti po thu që Albin Kurti nuk din me qeverisë, ndërkohë qytetari ja ka dhënë 51% votave. Kur Albin Kurti, por edhe jo, që për Seretni, kur Albin Kurti thot që për president du të me pas garë. Kjo është fyrja me madhe inteligencë qytetarëve, sepse ai për një me beson, si që ka thonë që 45% në analfabet. Dhe më thonë, me thonë në Kosovë që ka garë për president, është marzi ndërum. është marzi se nuk ka pas kur, nuk ka garë, nuk është testi matematikës, nuk është maraton, është kompromis, dialog. Dëgjam, nuk ka garë, ka mangësi dhe defekte të kushtetutës që lënë hapësira për interpretim. Dhe kjo ka qenë pikërisht arsyeja se ne vazhdimisht kemi këto probleme. Dhe vetë hartuesit e kushtetutës, ju e dini se kanë pranuar që ata nuk e kanë ditë që vinë elita politike të çmendura, dhe më thonë edhe nuk duhet me kanë vokabularin tënë këto shprehje.